Ju ngjatjeta me që të nderuar kudo që jeni. Derisa e gjithë bota i ka drejtuar syt ka Pekini dhe po pret fillimin e takimit dhe epilogun e samitit Donald Trump-Xi Jinping, derisa mediat edhe të vendeve më të fuqishme të botës janë fokusuar në analiza të përdiqme, emisione të rregullta dhe të pandërprera, me debate në të cilat debate po marrin pjesë fytyra eminente, ekspertët më të njohur të atyre vendeve, në politik, diplomaci, ekonomi, rrafshe strategjike dhe ushtarake, natyrisht për të folur dhe analizuar atë se çfarë po ndodh me Hormuzin, kjo ngjarje kaq e madhe dhe si do të përfundoj ajo tragjedi që po troket në dyert e botës, tek ne çuditërisht dhe për fat të keq, siç ndodh gati për herë, fokusi mediatik është përqendruar mbi ngjarje rutinore të përsëritura vazhdimisht, me gallata televizive që jemi mësuar të dëgjojmë për çdo ditë, në ngjarje thuajse krejtësisht të pavlera, me debate shterpe se kush prej nga erdhi e kush shkoi, kush çka i tha e kush tha e pastaj ku erdhi. Gjëra të cilat në fakt dhe as pak të vlefshme për shoqërinë tonë në Kosovë dhe për shqiptarët në përgjithësi. Për te i kësaj dhe për fat të keq, ne që po mundohemi sadopak për atë sa po arrim të mbajmë të informuar shqiptarët në lidhje me atë se çfarë po ndodh në botë, duke e ditur dhe duke qenë të bindur se ajo që ndodh tani në botë pas pak minutave mund të troket në derën tonë, në vend se të vlerësohet kjo punë, të çmohet aktiviteti që po bëhet, ne shahemi, etiketohemi, shantazhohemi, linçohemi dhe kërcënohemi për çdo ditë, e pas çdo postimi, pas çdo shkrimi dhe pas çdo videoje që e bëjmë. Shoqëria jonë, për sa po shihet, është kapluar nga një gjendje histerike e përgjithshme. Klasa politike e ndihmuar herher edhe nga disa medjave, shqiptarve po u flasin si kur ne të jetojmë në një planet tjetër, jo në planetin e tokës. E kanë hedhur shoqërinë tonë në një rrafsh nga ku nuk shohin se çfarë ndodh për rreth tyre. Janë ngujuar njerëzit e këtij vendi, shoqëria jonë, në një oazë e rrethuar nga terri informativ ndërkombëtar, nga ku nuk shohim asgjë përveç asaj që e kemi shumë afër para këmbëve tona. Dhe kjo është një tragjedi e cila duhet të tejkalohet, duhet të shërohet, që duhet të nisë klasa politike në bashkëpunim me elitat intelektuale domosdoshmërisht dhe natyrisht promovuar, ndihmuar dhe prezantuar këto ide dhe këto veprime që patjetër duhet të bëhen nga mediat shqiptare gjithandej e në rastin konkret nga mediat kosovare. Gjithsesi, miq të dashur, ju përcjellësit e nderuar të shkrimeve, analizave dhe videove të mia, që ta dini realitetin se çfarë po ndodh sot në botë dhe cila është pika më nevralgjike, ngjarja më e rëndësishme që do të përcakton edhe të ardhmen e historisë dhe të hapësirës sonë shqiptare. Në këtë video pra do të mundohem që të tërheqi vija krahasuese midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës me fokus samitin Donald Trump-Xi Jinping për të parë se çfarë ndoshta eventualisht
mund të ndodhë nesër me botën dhe me neve gjithë shqiptarët. Sonte, pikërisht sonte dhe nesër, ne do të përbalemi me jo vetëm një takim rutin midis një presidenti Amerikan dhe presidentit kines Xi Jinping. Sonte bota dhe ne në të po përbalemi me pyetjen më të madhe të shekullit 21. Kush do ta udhëheq botën nga nesër e tutje? Amerika, e cila për dekada kontrolloi dollarin, oqeanet, teknologjinë dhe që ka ushtrin më të fuqishme në histori, apo Kina, që në heshtje ndërtoi fabrikën më të madhe të planetit, pushtoi tregjet globale dhe u shndrua në zemrën industriale të njerëzimit. Derisa bota është e tronditur nga luftrat, krizat energjetike dhe përplasje gjeopolitike, në Pekin pra po zhvillohet një takim që mund të ndryshoj rrjedhën e historisë moderne. Kështu, të nderuar dhe shumë të dashur shqiptar, kudo që jeni, derisa Trump e shohim se Iranit i shkoi me bombardues strategjik, me raketa shkatërruese dhe në ndetse bërthamore, Kinës Donald Trump i shkoi me njerëzit më të fuqishëm ekonomik të Amerikës, me vete e ka marrë një brigad miliarderësh dhe vendimarrësit e ekonomik Amerikan dhe të gjithë globit. Aty është Elon Musk, është pronari dhe CEO i Nvidia, është i Apple dhe gjigantët që kontrollojnë teknologjinë e së ardhmes. Në minutat në vazhdim, nëse nuk është e tepërt për juve, unë do t'ju them emrat me të cilët Donald Trump ka zbarkuar sonte në Pekin. E gjithë kjo armat miliarderësh dhe njerëzish të cilët e majnë ekonominë amerikane dhe të botës në dorë, tregon diçka shumë më të madhe se shihet apo dëgjohet si rutinë nëpër media të ndryshme. Dhe ajo është, Amerika, pa pikë dyshimi, ende dominon fuqinë ushtarake të botës. Por Kina po hyn në epokën ku kontrolli i ekonomisë, prodhimit, mineraleve të ralla dhe kritike, baterive, inteligjencës artificiale dhe zinxhirëve të furnizimit mund të jetë nesër shumë më i rëndësishëm se tanket dhe aeroplanet të cilët sot i posedon dhe me të cilët krenohet ushtria më e fortë në histori, ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe pikërisht, kjo lëvizje në këtë drejtim e Kinës është ajo që e bën frikën edhe më të madhe, por reale të botës perëndimore. Pra, sonte këtu do të analizojmë pa propaganda dhe pa emocione, me fakte, shifra, emra dhe gjendjen reale të SBA-ve dhe të Kinës. Duke pyetur sa e fortë është realisht Amerika dhe sa e fortë është Kina dhe kush po e fiton luftën e heshtur për rendin e ri botëror. Apo hyn bota në një epokë ku Amerika nuk është më e vetmja superfuqi absolute. Apo lind një sistem i ri multipolar, ku nuk do të mund të vendoset asgjë pa miratimin e Pekinit zyrtar. Dhe pyetja edhe më e rëndë, nga të gjitha të tjerat që mund të shtrohen është, apo shkojmë
drejt një marrëveshje historike mes dy gjigantëve, apo, mos thash zoti, drejt një përplasjeje më të madhe ekonomike dhe geopolitike që ka parë njerëzimi që nga koha e pas luftës së dytë botërore. Pika do të mundohem sonte të ndaj me ju gjithë atë që unë kam kuptuar për gjatë leximit të vazhdueshëm, sidomos të kohëve të fundit të politikave amerikane, ndryshimin e qasjes amerikane, brenda SBA-ve, si dhe projektilat e saj të rinj në drejtime të ndryshme dhe me kapacitete krejtësisht të tjera nga që i kemi parë në dekadat e fundit, si SBA dhe si raport i saj me vendet e ndryshme të botës. Fillimisht po ju them, edhe një herë, mendoj se më nuk do ta përsëris. Aleancat e bëra në 2-3 dekadat e fundit, me ardhjen e Donald Trump në shtëpinë e bardhë, vlefshmëria e atyre aleancave është null, është zero. Vlejnë vetëm ato të cilat i hyjnë në punë strategjisë së re të administratave amerikane, tani e Donald Trump dhe e të tjerave që mund të vinë. Dhe këto fjali duhet të kuptohen edhe si thirrje për të gjithë, për të pa se ka po shkon bota dhe çfarë duhet të bëhet në politikat shqiptare në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë duhet ndryshuar në vokabularin politik të diplomacisë shqiptare dhe kosovare në veçanti, në mënyrë që të zihet hapi, që të shkohet paralel, sipas interesave dhe strategjive të reja të administratës së Donald Trump dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përgjithësi. Përndryshe, nëse nuk i lexojmë këta rreshta këto fjalë të cilat po i citoj, me një seriozitet të madh, do t'i ndodh shqiptarëve njëjtë sikur me rastin e raportit të Dick Martit. Atëherë, kur me 3 shkrime pa të ardhë dhe pa të bë një zë të quaj kumbues drejt politikës kosovare, se politika kosovare do të merret shumë seriozisht me rastin e raportit të Dick Martit, sepse, si që kam quajtur atëherë, Diki nuk është sikur krejt dikat dhe raporti i tij nuk është sikur krejt raportat. Dhe duke mos u marrë seriozisht ajo thirrje, ato analiza serioze, të cilat i kam bërë përderisa isha drejtor i Institutit Kërkimor Shkencor Victoria, më pastaj ndodhen ato të cilat sot tani më po i shohim me sytë e tanë dhe Kosova po i përjeton rënd në lëkurën e saj. Mos leximi me kujdes i atyre shkrimeve, mos marrja me seriozitet raportin e Dick Martit, si dhe neglizhimi i gjithë asaj që përmbledhte ajo politik që në fokus kishte sulmin e mbi shtetin e Kosovës, ndodhi ajo që po ndodh sot dhe për fat të keq unë pres se do të ndodhin dhe do të vinë lajme edhe më të hidhura se që kemi marrë deri më tani. Si në lidhje me epilogun e gjykimit në Hag, si dhe disa të tjera që për fat të keq unë i ndjej se janë duke trokitur në dyert e Shqiptarisë e në rastin e veçantë në dyert e Kosovës. Të kthehem në temë, të nderuar. Takimi Trump-Xi Jinping pra nuk është një takim diplomatik, rutinor, normal midis dy presidentëve. Ai është një skenë simbolike
ku po maten peshat reale të jo dy shteteve, por të dy modeleve të fuqisë botërore. Një, nga njëra anë, modeli amerikan i dominimit financiar, teknologjik dhe ushtarak përballë modelit kinez të prodhimit, infrastrukturës, zinxhirëve industrial dhe durimit strategjik, të cilën e ka bë shahdamar të vetin politika e Kinës dhe për rëndësinë e investimeve në infrastrukturë, të cilat është duke i bërë Kina në 2 dekadat e fundit, kam folë më shumë se njëherë në këto vidjet e mia. Në thelb, miq, Amerika dhe Kina nuk po garojnë sot vetëm për ekonomi. Edhe njerë po them, do të flas sonte duke bërë krahasime midis disa momenteve që kapin këto 2 shtete për të parë realitetin e këtyre 2 shteteve, për t'ju dhënë një përgjigje debateve të shpeshta që bëhen ndër qytetarët tanë me fakte dhe shifra dhe natyrisht për të pasë ka po shkon bota dhe çfarë duhet të ndërmarrin shqiptarët. Politika kosovare konkretisht dhe me patjetër. Pra, Amerika dhe Kina sot nuk po garojnë vetëm në ekonomi. Ato po garojnë për të drejtën që të përkufizojnë, ta quaj normalitetin, sistemin e shekullit 21. SBA-ja dëshiron të ruaj rendin liberal të pasluftës, ku dollari, NATO, aleancat detare, kontrolli i teknologjive të avancuara, institucionet financiare ndërkombëtare të mbeten boshti i fuqisë amerikane dhe të rregullohen sipas politikave dhe interesave të ardhshme të SBA-ve, ndërsa në anën tjetër Kina nuk po kërkon domosdoshmërisht të shkatërrojë rendin ekzistues menjëherë, por të rishkruaj atë gradualisht në favor të një bote multipolare, si që thash pak më parë, ku Pekini ka rol qendror. Në çka? Në tregti, në prodhim, në infrastrukturë dhe në teknologji industriale. Çështja e këtij takimi pra del përtej takimit të 2 liderëve të 2 superfuqive të botës. Çështja ka të bëjë me dimensionin ta quaj loj shahu në përmasa globale. Çka i bie kjo? Sot fushat e betejës, miq të dashur, nuk janë vetëm në fronte ushtarake, por në korridore energjetike, 1, 2, rreth porteve detare, 3, rreth gjysmëpërquesve pa të cilët nuk mund të ketë industri moderne, 4, rreth mineraleve kritike të ralla, 5, rreth kablove nën ujore pa të cilët nuk mund të ketë shtirje e energjisë në kontinentet e botës. Natyrisht edhe rreth satelitëve, rreth platformave digjitale dhe natyrisht e kryesorja rreth zinxhirëve të furnizimit. Nëse lufta midis SBA-ve, lufta e ftohtë midis SBA-ve dhe BRSS-s, Bashkimit Sovjetik të dikurshëm, ishte fokusuar kryesisht në përmasa apo themele ideologjike dhe ushtarake, rivaliteti SBA-Kin është shumë më kompleks dhe më i rrezikshëm se rivaliteti SBA-BRSS. Për çka? Sepse është shtri për te 2 qëtyneve ideologjik dhe ushtarak, është shtri edhe në përmasa
ekonomike, teknologjike, monetare, detare, industriale dhe, shumë interesant, civilizuese. Për që të fundit kam folë më shumë se njëherë në debatet apo në videot e mia. Në aspektin ku janë Kina dhe Amerika, në aspektin ekonomik nominal, SBA pa pikdyshimi ende mbetet fuqia më e fuqishme e botës. Sipas të dhënave dhe projekcioneve të IMF-s, SBA-ja ka GDP-n më të lartë dhe me të ardhura më të larta për kokë banori nga të gjitha vendet e botës. IMF-ja e vendos GDP-n për kokë banori të SBA-ve mbi $90.000 për kokë banori, ndërsa të Kinës shumë më poshtë, $15.000. Kjo tregon se Amerika është ende shoqëri shumë më e pasur se Kina për individ, me konsum më të lartë, me treg financiar më të thellë dhe me standarde jetese shumë më të larta se të Kinës. Megjithatë, ekonomistët e kuptojnë këtë gjuhë. Nëse matja tani bëhet sipas fuqisë blerëse që e përcakton fuqinë e një shteti, tabloja ndryshon krejtësisht. Në PPP e dini, Kina është tani përpara SBA-s në madhësinë e përgjithshme ekonomike. Dhe kjo ka rëndësi të madhe, sepse PPP-ja e mat kapacitetin real të prodhimit dhe konsumit të brendshëm të një vendi. Pra, Amerika është më e pasur për kokë banori, por Kina ka masë më të madhe ekonomike në teren. Më shumë punëtor ka, më shumë fabrika ka, më shumë infrastruktur, më të gjerë dhe më të zhvilluar dhe ka një bazë prodhuese që nuk krahasohet me të asnjë vend tjetër i botës, pra as SBA-ja. Anën tjetër tash, fuqia amerikane është më cilësore. Fuqia kineze është më strukturore. Një dallim mes këtyre dy vendeve. Përse e them këta? Sepse Amerika ka universitetet më të mira, ka kompanit më inovative, ka tregjet më të thella dhe fuqishme financiare, e ka dollarin global, e ka Silicon Valley, e ka Wall Streetin, i ka një rrjet aleancash ushtarake që shtrihen në Evropë, në Azi dhe gjithandej në botë. Kina ka fabriken më të madhe në botë, kontroll të madh mbi përpunimin e mineraleve kritike për të cilat ka nevojë shumë SBA-ja, ka dominim në panelet diellore, dominim absolut në bateri, për shkak se i ka në dorë mineralet e ralla kritike, ka dominim absolut në automjete elektrike, në portet detare në botë, në hekurudha gjithandej në botë dhe në infrastrukturën industriale. Dhe këto qëndron dilema e vërtet që po mundohem ta shpjegoj në këtë video të sotme. Amerika miq prodhon ide, kapital dhe teknologji të lartë, ndërsa Kina prodhon shkallë, objekte, rrjete dhe kapacitete industriale, të cilat të gjitha këto i nevojiten botës shumë ma shumë se që i nevojiten këto të cilat i përmenda të SBA-ve. Të SBA-ve i nevojiten vendeve të zhvilluara, ndërsa
këto të Kinës i nevojiten vendeve të zhvilluara dhe vendeve në zhvillim apo të varfra. Në teknologji, lufta është më e ashpër se në pikat të cilat i përmenda. Dhe që takimi i sotshëm, i nesërm dhe epilogu i takimit i këtij samiti amerikano-kinez është vendimtar. SBA-ja mbetet dominuese në dizajnimin e çipave të avancuar, në software, në inteligjencë artificiale, në hapësirë ajrore dhe në infrastruktura financiare digitale. Mirë po, Kina po e sfidon këtë dominim në teknologjinë e prodhimit masiv të gjithëbashëm. Bateri elektrike, panele diellore, automjete elektrike, 5G, në dron, në energji të rinovueshme dhe teknologji industriale të aplikuar. Për te i kësaj, maqineria, industria e ushqimit sot në botë varet shumë nga prodhimet industriale të maqinave të cilat Kina i prodhon dhe i shet gjithandej në botë me çmime shumë konkurruese për botën perëndimore dhe për SBA-t në veçanti. US China Economic and Security Review Commission shkruan, nënvizon se Kina ka bërë përparime serioze në objektivat asaj që e ka quajtur kohë më parë Made in China 2025, si që ka bëhe Trumpi magën e tij. Aty theksohet se ka përparime që kjo Made in China 2025 në sektor ku prodhimi masiv dhe kontrolli i zinxhirit të furnizimit janë vendimtar sot, jo vetëm për Azinë, por për çdo vend të botës, e them lirisht. Kjo është arsyeja pse prania e tanishme e Jensen Huang, Elon Musk, Tim Cook në orbitën e këtij samiti ka domethënie të jashtëzakonshme. Trump nuk ka shku në Kinë vetëm me diplomat si që shkohet zakonisht. Këtë pun e bën edhe Erdogan shpesh. Merr me vetin një brigad investitorësh, ekonomistësh dhe milioner e miliarder të Turqisë. Trump ka shku në Kinë me simbolet e kapitalizmit teknologjik amerikan. Nvidia sot përfaqëson qipat dhe inteligjencën artificiale që sundan botën. Tesla përfaqëson automjetet elektrike me bateri. Apple përfaqëson zinxhirin global të prodhimit ku Kina ka qenë historikisht nyja qendrore deri më tani. Pra, mesazhi amerikan është i qartë përgjatë kësaj vizite. Amerika dëshiron të mbajë Kinën brenda sistemit ekonomik global, por pa i lejuar asaj të marrë kontrollin e teknologjive strategjike. Në planin financiar, Kina ka avantazh të madh të rezervave valutore, ndërsa Amerika ka avantazhin suprem të dollarit. Kina mban rezerva valutore mbi 3 trilion dollar. 3 trilion dollar Kina ka rezerva valutore. Mirë po, SBA-ja ka diçka shumë më të fuqishme. Aftësinë për të emetuar monedhën kryesore të sistemit botëror. Dollari, në fakt, në këtë rast, nuk është vetëm monedhë, por është instrument pushteti, pikëspari, është armë sanksionesh, është kanal tregtie
dhe është baza e sistemit global të borxhit. Megjithatë, Kina po e kupton dobësinë dhe varësinë nga dollari dhe pikërisht për këtë arsye po shton rezervat e arit, megjithëse ende është larg fuqisë, kapaciteteve dhe tërësisë së rezervave të arit amerikan. Të dhënat e World Gold Council raportojnë se rezervat kineze të arit kanë arritur në 2300 ton. SBA ka meq 8000 ton ari rezerva në vendet e bankat e veta. Mirë po, kjo nuk do thot se Kina mund të rrëzoj dollarin nesër. 2300 po i afrohet 8000-shit, por të regon një prirje tjetër strategjike. Çfarë është ajo? Pekini po ndërton mburoj financiare për një botë ku sanksionet 1, luftrat tregtare 2 dhe fragmentimi monetar do të jenë gjithnjë e më të shpeshta dhe më prezente në ekonomit apo në luftat ekonomike botërore. Në aspektin ushtarak tash, SBA ende është fuqia e parë. E tham, SIPRI, Instituti SIPRI, Stockholm, e përmeni shpesh, më thom në çdo video kur flas për politikën ndërkombëtare, raporton se shpenzimet ushtarake amerikane në vitin 2025 kanë qenë rreth gati 1 trilion, 954 miliard dollar, ndërsa ato kineze vetëm 336 miliard dollar. Megjithatë, problemi nuk është vetëm sa shpenzon dhe cili shpenzon, por ku dhe si i shpenzon ato para. Amerika e fokusuar natyrisht ka përgjegjësi globale në Evropë, në lindje të mesme, në paqësor, në baza të ndryshme ushtarake, 820 baza, në NATO, në Japoni, në Korenë e Jugut, në Taiwan dhe në Xhirin Persik. Shpërndarje e fuqisë të cilën Kina e pret dhe e përcjell me vëmendje të madhe. Po Kina e ka më të ngushtuar, më të fokusuar që i jep një avantazh qëndrese dhe fuqizimi në muajt dhe vitet në vazhdim. Kina është e përqendruar forcën e vet kryesisht në rajonin e vet atje, sidomos në detin e Kinës jugore, në Taiwan dhe paqësorin perëndimor. Andaj e gjithë strategjia e Kinës shihet se sikur dëshiron që atë pjesë të botës ta mbajë në kontroll dhe ngatje në mënyrë ekonomike, tregtare, jo vetëm të reflektoj, po të shti nën patronazhin dhe kontrollin e vet edhe pjesë shumë më të mëdha të botës. Kjo pra e bën Kinën më të rrezikshme në afërsinë e saj gjeografike. Amerika pa pikdyshimi është superfuqia numër 1 globale, por Kina po bëhet superfuqi rajonale numër 1 me forse SBA atje dhe me ambicie dhe pretendime ekspansioniste globale që të prek edhe hapësirat ku SBA është shumë më e fuqishme. Prandaj, nëse konflikti zhvillohet dhe përhapet edhe më tutje në lindjen e mesme, aty Amerika ka fuqi dhe ka e përsi. Por, nëse kriza, lufta, zhvendoset në Taiwan, apo në detin e Kinës jugore, apo në zinxhiret e furnizimit të Azisë lindore, Kina ka avantazh, edhe gjeografik, edhe logjistik,
edhe industrial. Dhe kjo është ajo dilema strategjike amerikane. Si ta ruaj dominimin global pa u konsumuar në shumë fronte njëkohësisht. Këto po du me lidhem pak edhe me rastin e Iranit dhe rastin e Gazës. A dini mitë se 3 tetori, dokët, a ke 3 tetori sulmi i Hamasit në Izrael, 2023. A dini se ka ndodhë 3 ditë para se Arabia Saudite të nënshkruaj marrëveshjen e Abrahamit me Izraelin. 3 ditë pa u nënshkruaj. Lufta e Iranit, ose lojrat e Iranit në lindjen e mesme ndodhin në një kohë. Se dhe sulmet izraelite, amerikane, mbi Iranin ndodhin në një kohë kur Amerika po shpresonte që ta përfundonte projektin e lindjes së mesme. Lufta pakistanezo-indiane ndodhi në një kohë kur Kina ishte afër nënshkrimit të marrëveshjeve aq të thella sa i kalonin edhe dimensionet e marrëveshjes së Abrahamit midis shteteve arabe dhe Izraelit. Që po du me thonë se, përderisa ka analist, e një prej tyne unë mendoj nga larg, s'ka fakte, se në Gaza e në Iran e në Siri, këtë ngjarjet e fundit në lindjen e mesme, unë nuk muj me i pa krejtësisht larg dhe të izoluara nga ndikimi kines. Për të mos u krye krejt punë këto. Në të njëjtën kohë, luftën pakistanezo-iraniane e pakistanezo-afgane herher dhe konfliktet të tjera nuk muj me i pa të izoluara krejtësisht nga ndikimi amerikan. Qështë thash pak përpara? SBA-ja e shpërndar në të gjitha vendet e botës. Nga Kina shihet dhe pritet me, të them, me shpresa se SBA-ja do të lodhet dhe nuk do të ka fuqin së paku që të intervenoj së paku në vendet ku Kina është e fuqishme dhe e pakontestueshme. Në të njëjtën kohë, SBA-ja prek gjëra në botë atje ku Kina mund të pengoj SBA-jen për akomodimin e politikave të veta në vende ku ka strategji të thella. Kështu, lufta me Iranin e rrit edhe më shumë peshën e takimit apo samitit Donald Trump-Xi Jinping. Në agjendën e bisedimeve Trump-Xi Jinping, Irani, tregtia, inteligjenca artificiale dhe armët bërthamore e Tajvani zën pikat apo hapësirën kryesore. Nëse SBA-ja është e angazhuar fort pra në lindjen e mesme, Kina mund të fitoj hapësirë manovrime në Azi, atje ku është zonë interesi tepër akut dhe i rëndësishëm për sigurinë kombëtare kineze dhe për të ardhmen e saj, si vend ambicios të jetë superfuqia e parë, nëse nuk mundet, e barabart me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, Pekini nuk ka nevojë ta mund Amerikën ushtarakisht. Asaj i mjafton, Kinës i mjafton të pres që Amerika të shpërndahet në zona dhe kriza edhe më të mëdha dhe të lodhet në ballafaqe më pastaj me Kinën. Një tjetër çështje krahasuese. Problemet e brendshme të Kinës janë reale dhe ato i shohin të gjithë.
që i përcjellin politikat e Kinës dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare. Cilat janë ata? Plakja e popullsisë. A e dini ju miq se deri para pak vitesh, ju kam thënë në Kinë, kam shku shumë dhe kam nejt shumë. Deri para pak vite në Kinë ka qenë ndaluar mi pas 2 fëmijë. Tani e lejoj para një 7-8 vite Kina, nëse nuk gaboj, me bëhe edhe të dytën. Nëse ka lind një nan, ja kanë marrë atë fëmijë. Se shë kanë bo me ten nuk dihet, nuk po mund të prejudikoj këto dhe të flas konspiracione, po ja ka marrë shteti, ndërsa prindet janë burgos. Kjo ka ndikue pra në problemet të brendshme të Kinës të cilat do t'i numroj. Një, plakja shumë e shpejt dhe e madhe e popullsisë, kriza e pasurive të paluajtshme është bo problemi numër 1 i ekonomisë së brendshme kineze, papunësia e të rinjeve, me gjithë që prodhime gjigante, nuk po ka ku me i punësue 500.000, 700.000 të rinj, konsumi i dobët i brendshëm, për shkak se të hyrat për kokë banori janë $15,000, nuk janë $90,000 si në Amerikë, dhe kontroli i fort shtetëror mbi ekonominë e vendeve. Një vend të quaj gjysmë komunist. Por, edhe Kina ka plagë serioze brenda. Borxhi publik, sikur asnjëherë në historinë e saj i lartë, polarizim politik si asnjëherë në 80 vjetët e fundit, krizë e besimit institucional si asnjëherë nga koha e George Washingtonit, varësi nga importet industriale, sidomos aziatike e veçanërisht kineze, dhe natyrisht lodhje strategjike nga luftrat e gjata dhe pjesëmarrjen e saj thuajse kudo. Prandaj Donald Trump ka ardhur me shpresën dhe politikat spaku premtimet, inshallah nuk dalin të pavërteta, për ndaljen e luftës. Jo për me bo paqë e mos me mujt me shit, po me ndal atë lufta ku detyrohet ajo me marr pjesë aty, e që rasti Iranit e ka zhgënjye edhe Trumpin, edhe krejt Amerikanët, edhe botën. Pra, gara nuk është mes një fuqie perfekte dhe një fuqi të dobët, por është një garë mes 2 gjigantëve me dobësi dhe plagë të ndryshme. Dhe për fund të kësaj video, Amerika, miq, është ende shumë më e fortë se Kina në sistemin global. Por Kina është shumë më e fortë në logjikën e shekullit industrial që po rikthehet sërish edhe në shekullin 21. Shekull industrial që po rikthehet, po them, duke u bazuar në zhvillimet industriale, shekullore konsiderohen për Kinën nga vitet e 60-ta të shekullit 20. Tani, nëse e ardhmja do të përcaktohet nga financa, universitetet, softwareat, aleancat dhe valutat globale, SBA-ja do të mbetet lidere edhe me tutje. Mirë po, nëse ardhmja do të përcaktohet nga prodhimi, nga energjia e rinovueshme, nga mineralet kritike, që unë me friki besoj kësaj, nga portet, rëndësia e tyre dhe shtirja në dorë e tyre, nga fabrikat dhe kontrolli i zinxhirëve të furnizimit, Kina ka një epërsi të frekshme ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj, të nderuar miq, kudo që jeni, takimi Trump-Xi Jinping është, siç thash në murin tim në Facebook, ose 2 fuqit gjejnë një formul bashkjetese konkurruse, ose bota do të hyjë në një fazë të re të ndarjes ekonomike, teknologjike dhe geopolitike, ku me
detyrimisht do të palcasin luftat të reja larg kufive të dy superfuqive, nga të cilat lufta do të përfitojnë të dyja, por më së shumti Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miropafshim.